ajo është njeri I lirë. Mariana është I person kreti posaçëm, unë ju a thash dhe para se ta fillonim emisionin. Jo, mos më thuj ato që çam the ti, më thuj të gjë. Unë e kam parë për herë të parë Marianën te Parlamenti Rural, vjeta për vjet se kujtoj sakt, ishte pa përfshirë në politik. Edhe mu duk si një filozofe. Ne në Shkodër themi sa më nalt me jetu në male, aq më të squt janë. Sa më nalt. Sa më poshtë, ka një zgjuarsi malësor tonë. Që kemi mirë dhe s'ka palindë? Ju jeni, po, ju ka pa zoti, Po keni tregu me prova, ju rregull jeni. Po dhe? Edhe Mariana tha, edhe dha një teorit vetën që pse kishte vendosi me thonë, mos mu punësu në Gjermani që do isha një pikë në oqean, tha, e vendosa mu këthuj të raja. Sigurisht ajo një vajzë me shumë mundësi, ajo shkollu në Shkodër. Shkodër është qytet që t'jep mundësi, po themi, punësohesh. Dhe ajo me atë teorinë e vetë, do me thënë krejt posaçme. Kështu që nuk e di, nuk du ta komentoj, themi, politikisht, si e ka thënë, tek e ka thënë, ajo ka majt një qëndrim të vetin, me shumë dignitet, se mund t'ishte edhe, si thonë gjithë, po bëj dhe unë, po ka thënë për herë të parë, një gjë si që mendon ajo, unë I pëlqej këto njerëz që janë autentik, që janë si me turma. Jo, unë e kam fjalën këtu që një deputet, një zyrtar, do të përdori gjuhën standarde. Shiko, asaj... Që përdor në gjykat? Unë si të mteket, me thënë drejtën. Si e shkruan dosin? Shiko, unë e shkruaj standard, sepse prit, kjo vazhdon për inercia, le të themi një farë mënyre, pavarësisht se ka shprehje të caktuara që e ndjej atë forcën shprehëse më shumë gegnisht, ose kur deklamojnë gjykat, ka raste kthe gegnisht. Nuk më ka thënë deri më sot një gjyqtar pse po flet.